Qëndroni të kënaqur në kohë vështirësish dhe lehtësish. Le të zhytemi në kuptimin më të thellë të kësaj thënie në dritën e Kuranit, që të nxit të mendosh. Kurani thekson rëndësinë e kënaqësisë dhe përmbushjes në ajete të ndryshme. Allahu në surën Bekare, ajeti 155, thot: "Dhe ne me siguri do t'ju sprovojmë me diçka nga frika dhe uria dhe humbja e pasurisë, e jetës dhe e mallrave, por jepuni lajme të mira durimtarve." Ky ajet na përkujton se sprovat dhe fatkeqësitë janë pjesë e jetës dhe është nëpërmjet durimit dhe kënaqësisë që ne mund të lundrojmë nëpër to. Në surën Teube, ajeti 128, Allahu e lavdëron profetin Muhammed dhe kënaqësinë e tij të palëkundur duke thënë: "Vërtet, ju ka ardhur një i dërguar nga mesi juaj. Atij i vjen keq për atë që vuani. Ai është i shqetësuar për ju dhe për besimtarët është i sjellshëm dhe i mëshirshëm." Profeti Fisnik u përball me vështirësi të mëdha gjatë gjithë jetës së tij. Megjithatë, ai mbeti i kënaqur dhe i durueshëm, duke besuar gjithmonë në urtësinë dhe vendimin e Allahut. Imam Aliu, i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij të thellë, na këshillon të mbetemi të kënaqur, jo vetëm në kohë të vështira, por edhe në kohë të qeta. Kjo ndodh sepse lehtësia dhe begatia ndonjëherë mund të çojnë në vetë kënaqësi dhe harres ndaj Allahut. Në surën Al-La, ajeti 16, 17, 18 dhe 19, Allahu paralajmëron: "Por ju e preferoni jetën e kësaj bote, ndërsa bota tjetër është më e mirë dhe më e qëndrueshme. Në të vërtetë, kjo është në shkrimet e mëparshme, shkrimet e Ibrahimit dhe Musait." Të qëndrosh i kënaqur gjatë kohrave të lehtësisë është një shenjë mirënjohje dhe për ulësie. Është një njohje se të gjitha bekimet vijnë nga Allahu dhe se nuk duhet të lidhemi me botën materiale. Në surën Kasas, ajeti 77, Allahu thot: "Por, me atë që të ka dhënë Allahu, kërko shtëpinë e botës tjetër, dhe megjithatë mos harro pjesën tënde të kësaj bote, dhe bëj mirë ashtu siç të ka bërë mirë Allahu ty, dhe mos bëni çrregullim në tokë. Vërtet, Allahu nuk i do ata që bëjnë çrregullime." Imam Aliu na inkurajon të përqafojmë kënaqësinë në të gjitha rrethanat. Duke vepruar kështu, mund të gjejmë paqe dhe qetësi, duke ditur se çdo gjë që ndodh është pjesë e planit hyjnor të Allahut. Ky qëndrim kënaqësie na mundëson të përballojmë vështirësitë me durim dhe mirënjohje dhe të vlerësojmë bekimet që na janë dhënë gjatë kohrave të qeta. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për të gjithë muslimanët që të mbeten të kënaqur dhe të qetë si në kohë vështirësish, po ashtu edhe në kohë lehtësie. Është përmes kënaqësisë që ne mund të gjejmë ngushëllim dhe forcë, duke ditur se Allahu është planifikuesi më i mirë dhe se çdo situatë ka një qëllim dhe urtësi pas saj. Allahu na dhën të aftësinë për të mishëruar këtë mësim të Imam Aliut dhe për të gjetur kënaqësi në të gjitha aspektet e jetës sonë.